Zoti Hamza po pretendon të jetë kryeministri i ardhshëm. Dhe unë besoj që po e bën politikisht pozicionin e sjelljes së kryeministrit. Nëse kujtohet në vitin 2007, shim tha që atë kohë në zgjedhje ishte lideri i opozitës, ishte në vizitë në Izrael, më kujtohet shumë mirë si gazetar, dhe nga atje ju drejtu opinionit në televizionin publik, pra sikur të ishte kryeministër. Në realitet atë kohë 2007 kryeministri ishte, nëse s'e gaboj, Agim Çeko. Nëse nuk gaboj. Pra, këto janë metoda, taktika, strategji të fushatës të ekipeve që pak a shumë i dinë zhvillimet se si ndodhen në politikë, dhe ky është rregulli nr. 1 për dikon që pretendon me bëu kryeministër, dhe e kap secilin element të rëndësishëm që e qet në treg në raport me fushatën dhe elektoratin dhe synon me marrë votë. Bedri Hamza ka bëu këta. Pra, ky është veprim elektoral që s'ka diskutim, por para se të jetë veprim elektoral është veprim i rëndësishëm për vendin, sepse ne jemi të izoluar nga këto masa, kemi efekte ansore negative nga këto masa, dhe secila thirrje që shkon dhe shërben në raport me heqjen e këtyre masave është paraprirje ose para diskutim që ti si kryeministri i ardhshëm potencialisht ki breng që diçka s'po shkon mirë me vendin tonë. Kjo është një nga 20-30 tema që unë besoj ata që pretendojnë të bëhen kryeministër duhet t'i shfaqin ose t'i qesin për diskutim në opinion, dhe unë këtë rendis kështu, sepse është temë e rëndësishme, edhe unë besoj që masa po t'iqen, vendi ka nevojë për këto investime që kanë mbet jashtë. Me që s'folëm për PDK-n, do të flasim nesër. Kisha diçka, so nuk e ka një PDK-n definitivisht me këtë listë, kam pak një problem esencial. Po të shpelon në rrethën. Jo, po pak keq kuptime, po. Kalojmë deri nesër, Sultan Rama. Ndoshta nesër do ta njohësh. Shpjegoj, po pak keq kuptime. Ma Ramani me qenë numër 8 dhe familja më jashtë, kjo s'ka sens, apo kupton. Domethënë nuk ka asnjë lloj